Di pse e përmenda ndjes, se nuk do ta humbësh logjikën mbaj mend, sepse në këtë raport thuhet se sa i takon ndikimit negativ të shkeljes së disiplinës financiare, peshën më të madhe mbajnë pikërisht këto dy institucione. Ndaj e përmenda. Sepse janë pikërisht institucione që kanë një varësi direkte nga, po themi, nga qeveria. Dhe kanë dhe kontakte direkte me Agjencia e Zonave të Mbrojtura është një aktor kryesor, sepse qeveria në prag të fushatës elektorale ka kaluar paketën e maleve. Pra një ligj shumë i diskutueshëm që sigurisht edhe ky do të favorizoj pikërisht grupe të caktuara interesi dhe agjencia, po themi, kombëtare e mjedisit apo agjencitë zonave të mbrojtura. Zonave të mbrojtura janë të lidhura direkt me këtë, sepse bëhet fjalë për zona ku do të jepen licenca për ndërtime, resortesh etj. Por unë ndala tek pushteti lokal, sepse pushteti lokal bën shkeljet më flagrante në raport me ligjin dhe disiplinën financiare, sepse prokurojnë pa pasur para në xhep, pra lidhin marrëveshje, lidhin kontraktime, pra prokurime, me operator të caktuar ekonomik, të cilët shkojnë dhe hedhin asfalt me paratë e tyre, siç ndodhi për shembull në një rast flagrant në Belsh, që është çështje në hetim dhe u arrestuan disa zyrtarë të Bashkisë Belshit gjatë fushatës para zgjedhjeve dhe u shpall në kërkim një administrator i një kompanie private, ku sipas kryetarit të bashkisë dhe supozohet që nën kontraktori e ka bërë me mendjen e vet. Por kjo ka ndodhur në gjithë Shqipërinë. Pra, këto i kontraktojnë, u kërkojnë favore për të hedhur asfalt elektoral, por nuk u japin parat. Dhe këto janë dëme që i shkaktojnë drejt për drejt buxhetit shtetit, sepse në një moment të saktuar këto para do paguhen, pra do paguhen në buxhetin e vitit të ardhshëm apo në vitet në vijim, apo do merren për shembull në rastin e inceneratorëve, ka qenë në vitin e kaluar që ju morën në Bashkinë e Tiranës, ju morën buxhetit të arsimit për të paguar inceneratorin, sepse qeveria nuk financonte më. Pra, kemi të tilla situata që i shkaktojnë dëm të drejt për drejt buxhetit të shtetit, por që pasojat janë mbi qytetarët. Dhe të cilat, sigurisht pasuruar dhe me shifra të tjera që besoj që do të ndalen në ditën e nesërme. Jo, emisioni do të jetë në vijim, ne jemi në proces, por shiko çfarë mund të themi, gjatë gjithë kësaj periudhe, pra qeveria ka bërë një seri shkeljesh flagrante të ligjit dhe të kodit zgjedhor. Kodi zgjedhor, siç e përmenda, nuk e lejon qeverinë, po themi ekzekutivin, por edhe institucionet tjera, pushtetin lokal, që të ndërmarrë akte ligjore të cilat kanë të bëjnë për shembull me shpërblime financiare, siç është rasti i bonusit pensionistëve, që në fakt qeveria këtu përdori një mekanizëm, po themi kamuflues, sepse e miratoi në janar pa hyrë periudha. Që në fund të 2024, dhjetor 2024 u përmenda ajo, po 9 janar është miratuar vendimi dhe hyri në fuqi në muajin mars, pra shpërblimi u bë në muajin mars, por qeveria nuk na tha se nga i gjeti parat, se kujt ja mori parat. Se nga erdhën 62 milion euro që u shpërndan pensionistëve në periudhën e fushatës zgjedhore. Kemi raste të tjera, për shembull qoka elektorale të pafundme, kemi rastin e Giro Italias, kemi raste të cilat kanë qenë flagrante, kemi, po themi, unë e thash, prokurime që kanë shkuar në 10 milion euro vetëm gjatë periudhës elektorale. Dhe këto janë fakte shumë të rënda që përbëjmë, po themi, atë kthimin e shtetit në një makineri elektorale për qëllimet të partisë që e drejton vendin. Tani që ju jeni duke u ndalur hap pas hapi në denoncimin, në nxjerrjen e sa më shumë të dhënave, ose sa më shumë elementeve që në total